Vlora po përballet me një krizë strehimi. Gjetja e një shtëpie qoftë me qira apo blerje është kthyer në një sfidë të vërtet për shumicën e qytetarëve. Kjo situatë po prek veçanërisht të rinj, çiftet e reja dhe familjet me të ardhura mesatare, të cilët nuk përballojnë dot çmimet e tregut të lirë. Në qytet ka një mungesë të madhe të apartamenteve me qira afat gjatë. Shumë prona përdoren për qira afat shkurtra apo ditore gjatë sezonit turistik dhe kjo po krijon boshllëk në treg për banorët që kërkojnë një shtëpi për të jetuar gjithë vitin. Agenti imobiliar Spartak Toza thot për Blu Televizion se çmimet e qirave janë rritur me 30% krahasuar vitet e kaluara. Në vitet e fundit kemi patur një ngritje, pothuajse 2% të qirave. Aktualisht qira me pak që kemi është 300 euro dhe kjo është normale për rrogat që për njerëzit që punojnë këtu. Edhe kjo ndodh, është edhe ky një fenomen që ndodh tani kohët e fundit, bë tashmë 2-3 vjet që është shprapur, edhe sepse ata i marrin një kosto gjatë vitit dhe në peare punojnë me 50 euro dita, kështu që nxjerrin një farë dhe diçka më shumë. Mirë, po kjo është logjike tani, se unë që marr një shtëpi, unë do ta marr për tërë vitin, jo për 8 muaj dhe pastaj të dal se da me qira. Po, kjo është e pamundur, praktikisht e pamundur. Nuk kemi, tani, nuk bëhet fjalë për lungomare dhe skel, domethënë se e mirë kuptoj që janë zonat qendrore dhe do rritet çmimi. Por nuk kemi asnjë mundësi në periferi, domethënë që të blejmë një apartament për një që jeton këtu që do të ngrëh familje këtu, nuk e blen dot një apartament as periferi. Sepse shteti nuk na jep një mundësi dhe ato banesat sociale që ishin u mbaruan dhe ato tani s'ka më. Sipas tij, shumica e pronarëve nuk duan të lidhin kontrata afatgjata sepse presin fitime më të larta gjatë sezonit veror. Kjo i detyron qytetarët të kërkojnë në zona më të largëta ku dhe aty qirat janë në rritur. As blerja e një apartamenti nuk është zgjidhje për shumë banor, ndërsa ndërtimet e reja janë të shumta, çmimet nuk janë të posaçme për të ardhurat e qytetarëve. Është një disbalancë e madhe që qytetarët nuk e blejnë, duan të blejnë, por nuk blejnë dot. Shteti nuk po ndryn në asnjë lloj mekanizmi. U ka dhënë një far prioriteti atyre që janë në punë shteti. Po kjo është një pakicë e vogël tani. Do duan mundësinë edhe të rinj që se kanë një punë shteti, por kanë një punë normale ose një biznes. Kjo do ishte një politikë e bashkisë, domethënë që ndihmonte çiftet e reja dhe ata që kanë ndërmend të vazhdojnë një familje këtu. Për qytetarët e Vlorës tash është bërë pamundur të lëvizësh tani se kurdo që të blejë një apartament ose duhet të jetë ti ket ato lek njanë se për një rrok pune është e vështirë të blesh një apartament se me pak ta shkon 1300 euro metri katror. Dhe ta gjesh me 1300. Sipas tij, këto banesa shpesh blihen nga emigrantët të huaj që i përdorin për pushime apo investitorë që i përdorin për të krijuar struktura Airbnb, ndërsa banorët vendas nuk arrin të marrin kredi të mjaftueshme për të blerë një shtëpi në qytet. Janë investitorë që blejnë për të rishitur ose për të punuar me qira. Këta ndryjnë në të që është prishja e këtij çmimit tregut se këta blejnë për të rishitur, normalisht për të rishitur me më shumë, se normalisht është më pak. Ose i mbajnë aty të mbyllur për X vite, si detyron asnjë ligj që këta të pagojnë një taks apo një gjë që ti shesin, domethënë. Edhe i punojnë me Airbnb apo me qirafa gjatë. Kërkesa është në rritje, por blerja efektive është në rënje, sepse kanë kërkesë, ne kemi një listë gjatë që kërkojnë të blejnë. Mirë po ikin me një logjikë me matematikë, themi që investojnë tot lekë dhe presin që ky investim për 20 vite apo 25 vite t'i kthehet mbrapa. Mirë po kjo gjë nuk funksionon në Vlorë, domethënë se çmimi nuk e justifikon produktin. Nëse unë të banesë blej dhe e jap me qira për 20 vjet nuk më vin 20 lekë, nuk më kthehet investimi mbrapa. Dhe kjo përbër një problem, tani për shitjen është bërë problem kjo tani, se për shembull gjitha apartamentet që kemi në shitje, rroga, domethënë, rroga që marrin, para që nuk e përballojnë dot, po dhe kredi banka nuk i jep shifrën që ata kërkojnë. Banka jep shifrën që ajo e vlerëson atë pronë. Mirë, po tregu ka lëvizur tani, nuk është më me 600 euro që e vlerëson banka metri katror. Me 600 euro që më asnjë pronë sot. Banka jep 620 euro për metër katror, jep çmim minimal. Sa tani çmimet tu janë me 1500, 1200. Në mungesë të politikave të qarta për strihimin social dhe përballueshmërinë e banesave, Vlora po përballet me një krizë që prek çdo ditë më shumë njerëz. Nëse nuk merren masa, rrezikojmë që qyteti të mbetet i paarritshëm për vetë banorët e tij.